E vërteta e re për menopauzën. Çfarë po ndryshon në brezinë e sotëm? Menopauza, pse nuk është më ajo e gjysheve tona? Çfarë ndodh me trupin në menopauzë dhe çfarë thotë shkenca sot? Për dekada me radhë, menopauza ka qenë një nga ato tema që flitej në përshpëritje, një tabu e shoqëruar me mitin e plakjes apo fundit të jetës aktive të një gruaje. Por sot, në vitin 2026, gjërat kanë ndryshuar plotësisht. Brezi i sotëm i grave po e rifillon jetën pikërisht aty ku prindrit tanë mendonin se ajo ngadalsoi. Por si ka ndryshuar menopauza nëpër breza? Pse mosha e fillimit po lëviz dhe cilat janë zbulimet më të fundit shkencore që po ndryshojnë në rrjedhën e lojës? Në këtë video do të zbërthejmë gjithçka që thot shkenca moderne. Para se të fillojmë, bëni një subscribe që të mos humbni asnjë përditësim të rëndësishëm mbi shëndetin dhe trupin e njeriut. Kur fillon dhe çfarë ndodh realisht? Në fjalorin mjekësor, menopauza quhet zyrtarisht atëherë kur një grua ka kaluar 12 muaj rresht pa cikël menstrual. Mesatarisht kjo ndodh rreth moshës së 51 vjeç. Megjithatë, udhëtimi i vërtet fillon shumë më herët, në atë që quhet perimenopauzë. Kjo fazë tranzicioni mund të fillojë që në të 40-tat e hershme dhe ndonjëherë edhe në fund të 30-tave. Gjatë kësaj kohe vezoret fillojnë të prodhojnë më pak estrogen dhe progesteron. Kjo luhati hormonale është përgjegjëse për simptomat e njohura, afshet e nxehtësisë, ndryshimet e humorit, pagjumësim dhe lodhjen. Por ndikimi shkon më tej, duke prekur shëndetin e kockave, metabolizmin dhe shëndetin e zemrës. Si ka ndryshuar menopauza ndër breza? Nëse i kthehemi brezit të gjysheve apo nënave tona, menopauza shihej si fundi një cikli biologjik dhe shpesh përjetojë në heshtje. Por sot po shohim një ndryshim të madh rrënjësor. Pse? Jetëgjatësia dhe karriera. Sot një grua 50 vjeçare mund të jetë në kulmin e karrierës së saj, duke menaxhuar biznese, projekte apo duke rritur fëmijë. Menopauza nuk është më stacioni i fundit, por një fazë e ndërmjetme e një jete të gjatë dhe aktive. Ndikimi i stresit modern. Studimet e fundit sugjerojnë se stresi kronik i jetës moderne, ushqimi i procesuar dhe faktorët mjedisor mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi e përjeton këtë tranzicion, duke i bërë simptomat e perimenopauzës të shfaqen ndonjëherë më herët ose më intensivisht se në brezat e kaluar. Thyerja e tabuve. Brezi i sotëm flet hapur, gratë kërkojnë zgjidhje, bëjnë pyetje dhe refuzojnë të vuajnë në heshtje. Çfarë të reja shkencore kemi sot? Revolucioni mjekësor. Shkenca ka bërë hapa gjigant nxitur nga kërkesa për një jetë më cilësore. Ja cilat janë risitë më të mëdha shkencore. Rishikimi i terapisë hormonale. Për disa vite, terapia zëvendësuese hormonale u shmang për shkak të disa studimeve të vjetra. Sot mjekësia moderne ka vërtetuar se kur terapia hormonale përdoret në mënyrë të personalizuar dhe në kohën e dur, gjatë perimenopauzës, ajo jo vetëm që lehtëson simptomat, por mbron zemrën dhe kockat. Trajtimet jo hormonale të reja. Për gratë që nuk mund të marrin hormone, shkenca ka miratuar kohët e fundit medikamente të reja inovative, si për shembull antagonistët e receptorëve neurokinin, që synojnë direkt qendrën e kontrollit të temperaturës në tru, duke reduktuar rafshet e nxehta pa përdorur estrogen. Mjekësia e personalizuar dhe jetëgjatësia. Sot flitet për biomarker specifik që parashikojnë saktësisht se si do të kalojë menopauza tek një individ, duke lejuar plane ushqimore, stërvitore, si stërvitja me pesha për ruajtjen e densitetit kockor dhe suplemente të përshtatura fiks për nevojat e trupit të saj. Mesazhi i shkencës moderne është i qartë. Menopauza nuk është fundi, është thjesht një fillim i ri biologjik. Me informacionin e saktë, mbështetjen mjekësore dhe stilin e duhur të jetesës, kjo fazë mund të jetë një nga periudhat më të fuqishme dhe produktive të jetës së një gruaje. Nëse kjo video ju ndihmoi të kuptoni më mirë këtë tranzicion, ndajeni atë me një person që mendoni se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh. Lini një koment më poshtë. Çfarë mendoni se duhet të ndryshojmë më shumë në mënyrën se si shoqëria jone e shpreh menopauzën?
Mos harroni të bëni like dhe subscribe. Shihemi në videon e radhës.